Përpara për shkak që shumë afër është edhe ura cilën e ka provuar qeveria e Republikës Kosovës ditë më parë, edhe ndoshta mund të vandalizohet nga persona të papërgjegjshëm ky mural i bukur cilin ju lo me pamje që ta shihni edhe ju në studio atje për shkak që kërkuat vazhdimisht momentin më të bukur të natës së mbrëmshme. Të edhe pamit për momentin në Gjilanian, po, kryetari aktual, po shkon në qendrën e tij të votimit, është Albani Huseni. Po, është Albani Huseni, kryetari aktual i kësaj komune dhe njëkohësisht është në garë për ta mbajtur komunën e Gjilanit, me sa duket është i shoqëruar nga bashkëshortja e tij dhe duhet përcjellë momentin e tij të votimit. Këto procedurat që tashmë i kemi mësuar, se na kemi pas kaq shumë zgjedhje të shpeshta që edhe përmendshmë po i dim. Është me po pret, nuk ka si pa ndërhyrje, shumë të hajde se ky është kryetari, hajde të lëshëm në e parë i dy. E bukur është kjo që të gjithë sot trajtohen të barabartë. Të barabartë. Dhe kjo më pëlqen. Kjo më pëlqen se jemi të gjithë të barabartë, pavarësisht pozicionit ose posti që ne mund të marrim gjatë jetës sonë. Dhe më duket që i dha përfaqësi një zonje, është duke votuar. Po, në fakt është një zonë tjetër atje duke kryer obligimin e saj si qytetare e Gjilanit, po voton pra në po të njëjtën klasë me kryetarin e kësaj komune. Sa duket është bashkëshortja e tij, besojnë që është bashkëshortja, sepse erdhën së bashku, po, është bashkëshortja e Albanit, pra ai dha përfaqësi bashkëshortës së tij të votoj fillimisht, pastaj ta kryej dhe obligimin e tij si qytetari i kësaj komune, si kryetari aktual i Gjilanit.
Me sa duke të gjithë, të dy janë duke votuar në klasë të ndara, njerë përfundoi obligimin në zonja e pare Gjilani. Ska lidhje se në shpejën bashkë. Në shpejën bashkë, kjo e rëndësishme. Pra përveç Alban Hysenit, që është kandidat për kryetar të Gjilanit nga Lëvizja Vetëvendosje, kemi dhe Arber Ismaili nga LDK, Iriad Rashidi nga PDK, si dhe Nazim nga Gica në AK. Të gjithë pra janë në këtë garë dhe partitë të tjera më të vogla. Në anën tjetër të ekranit kemi dhe Samil Ushtakun duke votuar Për kandidat për Skënderaj. Nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, sigurisht dhe zotri Ushtaku është i shoqëruar nga bashkëshortja e tij. Test. Po, dëgjojmë. Kjo e zoni Altianës po më duket. Po e dëgjojmë shumë mirë. Aktualisht kemi vetëm fotografi, pra kemi vetëm pamje të dy proceseve njëkohësisht, pra të kemi pra edhe nga Gjilani. Tash me siguri mund të ketë dhe ndonjë prononcim para medjave. Tash po besoj që do të kemi edhe prononcimin, për shkak se siç e patë edhe ka votuar pra zotri Ushtaku, tash do të drejtohet edhe medjave me një